Nutricionistja bën deklaraton e fortë pas filetove të pulës, salmonela mund të ketë qarkulluar edhe në vezë. Një sasi prej 7.8 ton mish pule importuar nga Brazili rezultoi kontaminuar me salmonel, duke ngritur shqetësime serioze për sigurinë ushqimore. Sasia mbërriti në portin e Durrësit në 11 mars dhe pas analizave të kryera nga AKU në 21 mars u konfirmua prania e bakterit të rrezikshëm tek mishi pulës. AKU konfirmoi se ka bllokuar 5.2 ton mish tek importuesi, por dyshohet se 2.6 janë shpërndar në treg për konsumatorët. Nutricionistja Martina Çobo ka treguar se çfarë është salmonela. Sipas saj, salmonela është një virus i fortë dhe rezistent në temperatura të larta, i cili gjendet kryesisht tek mishi i pulës, mishi i viçit dhe derit. Çobo tha gjithashtu se salmonela mund të gjendet edhe tek veza, perimet dhe uji në rastet kur janë të kontaminuar. Ajo bëri thirrje qytetarëve të kenë kujdes në gatimin e mishit dhe në higjienizimin e enëve për përdorim për gatim. Salmonela në fakt është një bakter goxha rezistent, që do të thotë se nuk prodhon spore apo toksina si bakteret e tjera, por duke qenë se është rezistent, ka edhe gjatësi shumë të lartë edhe tek temperatura 20-40 gradë, që janë temperatura që ka kafsha zakonisht. Prandaj, tenton që të jetë bujtës tek mishi pulës, viçit e derit, por gjithashtu ne mund të gjejmë edhe tek vezët në bulmetin e kontaminuar, madje nëse salmonela kalon në ujin e rjetit mund të kontaminojë njësoj frutat, perimet apo edhe ujin që ne pim. Është një bakter goxha i rrezikshëm, ka thënë nutricionistja.